Okej, në fund të ditës duhet janë me stilu lapsa e kështu, po qërën si ka kjo. Me këtë video që jam duke botar, shumë persona ndoshta kanë me pozicionu ndryshe nga sa janë pozicionu deri tash kundrejt me jetë. Jam e vetëdijshme për këtë, se jetojmë në Shqipëni, jetojmë këtë vendin e vogël ku shifna për ditë me njëri tjetrin, shoqër Zotin, edhe që mund të krijojmë pak distanca. Por është okej, ky është mendimi jam, realisht besoj që kam drejtën time ta them mendimin tim, mirë ose keq, nuk e kam me asnjë person specifikisht dhe nuk po targetoj asnjë lloj personi dhe asnjë lloj grupi. Çfarë duhet trajtuar në këtë video? Nuk e di çfarë ndodh zakonisht në xhamia, a i merrni fëmijët apo jo, por në kish ne i marrim fëmijët. Dhe është gjë e mirë, jashtë maset, dhe vërtet falenderoj Zotin për këtë. Çfarë për mendimin tim nuk shkon, është të prindërit. Prindërit shpeshherë kanë bërë që marrin me vete edhe këto snacks, çubuk, çokolata, patatina për fëmijët e vegjël në mënyrë si një formë për mi habit me i angazhu që të rinë mirë dhe të rinë urtë, me kuptimin që të mos bëjnë zhurmë, sikurse zakonisht dhe natyrshëm është aktiviteti i fëmijëve. Tani, kuptoj se shpeshherë situatat edhe familjare nuk na favorizojnë që fëmija të përgatitet për këtë gjë, por mendoj se kjo nuk është një formë e drejtë. As e të mësuarit të fëmijës të qëndroj mirë në një ambient publik, po themi, as të edukuarit atij që të kërkoj ose s'pako të pranoj të qëndroj mirë, por në këtë kohë të shtyhet edhe të jetë i vetëdijshëm se çfarë po ndodh dhe pse jemi aty. Por plus kësaj është një rrugë e shkurtë që shpeshherë prindëri gjej për me nejtë mirë fëmija. Nuk po flas as pak se është fëmijë, sikur se thuhet shpeshherë dhe nuk kupton çfarë po ndodh në kish, për shembull, ose në xhami nëse i merrni. Që është totalisht e gabuar se fëmia kupton shumë më shumë ndoshta edhe se ne. Por nuk është për mendimin tim as pak e shëndetshme, as nga ana fizike, fiziologjike, por as psikologjike, që fëmia merr një ushqim që nuk është ushqim, por okej, ç'është tjetër, merr një ushqim dhe e konsumon gjatë kohës kur personat e tjerë nuk e konsumojnë. Në rregull, që do të thotë, nuk është ambienti për me hangër aty. Nuk është ambienti për me nejtë duke blujt diçka aty. Po mendoj, jo vetëm kishe, në xhami ndoshta, ose nuk e di, në shkollë, në ambiente që janë serioze. Nuk është ambienti dhe vendi dhe momenti me hangër. Si m'ja ba që me i majtë fëmijët, se jam duke ra shumë shkurt se shkojnë minutat, si m'ja ba që me i majtë fëmijët të qetë dhe të rinë në sjelljen e përshtatshme në atë ambient. Gjithmonë fëmia përgatitet para se me dalë nga shtëpia. Edhe i thuhet, ne do shkojmë kish në xhami, në filan vend. Në atë vend qëndrojmë kështu. Në atë vend ne rrim kështu. Okej? Një herë, 2, 3, derisa fëmia ta marrë këtë model të sjellur dhe ta implementoj të vetë dhe ta kesh si rezultat në kuptimin. Nuk është e shëndetshme orar pa orar, në kohën, ku diun çfarë oret mund të jetë që shkonin kish, që fëmia vazhdimisht është duke blu diçka, është duke hangër diçka. S'ka nevojë për suport jashtëm. Fëmijët kanë një sistem të jashtëzakonshëm të vetë rregullimit emocional, dhe kur ja përforcojmë atë sistem, ne nga ana jonë, në mënyrën e shnetshme, ka një sistem të jashtëzakonshëm të vetë rregullimit emocional, të përshtatjes, të marrjes, ata marrin kohë dhe përpunojnë informacionin, çfarë është duke ndodhur. Besoj që i dini të gjithë këto, nuk s'kam nevojë t'ju ja them, por nëse është e nevojshme, okej, por në video tjera. Ama s'ka nevojë për suport jashtëm fëmijë. S'ka nevojë për, ku diun, as pak. Rrin mirë vetë. Mund t'i japish një lojë, një gjatë vogël për momentin, por jo ushqim vazhdimisht. Përveç se nuk është ushqim. Por kjo është thash çështje tjetër. Kështu, nuk është e mirë për fëmijët, prioriteti jonë kryesor janë fëmijët, por le ta bëjmë këtë prioritet dhe le ta kena këtë lloj shërbimi sa më të mirë të jetë mundur. Fëmia s'ka pse merr mesazhin, unë jam fëmijë ose unë ku diun, bëj zhurmë që me marr këtë gjë, se prindi ma jep, mami, babi ma jep që të mos bëj zhurmë. Domethënë, keni kujdes se i marrin janë aq kompjuter
sa nuk ju a merr mendja. Që është e rëndësishme që si prindër me kenë të qartë. Kur ne shkojmë këtu, qëndrojmë kështu. Kur ne bëjmë këtë, bëjmë edhe këtë. Pra, ja thoni fëmijës qysh përpara. Gjeni kohë, moment para se me gjithmonë para prindin një gjanave, derisa fëmia të vetëdijsohet dhe ta kuptoje sjelljet, ta përshtaset e vetja dhe t'jetë gati me realizu. Pastaj shifeni se si fëmia ka me kenë. Por duhet durim, duhet qetësi dhe mbi gjitha ne si prindër duhet jena të kena vetë besim pak më shumë. Nuk ka problem se fëmia bën zhurmë, edhe se të shohin gjithë, se në Shqipëri kështu ndodh. Nuk ka problem se fëmia shkapetet për tokë, edhe të shohin gjithë, se fëmia shpërthen. S'ka si sen. Nuk do të thotë që ti je i prindi keq, nuk do të thotë që ti je ke eduku keq, nuk do të thotë si sen. Këto janë vetëm mendjen tonë. Të mos bien prej edukimit tjerëve ose syve tjerëve për me gjetë rrugën më të shkurtër. S'ka nevojë. Gjejmë rrugën më gjatë, më të mirë, më të shëndetshme për fëmijën tonë, edhe who cares për tona fjalë tjera rreth rrotull. Okej? Shpresoj t'ju kam ndihmuar sa do pak me reflektu, ndërkohë në sfond ka zhurma se jam në shkollë. Gjithsesi, uroj vërtet të kem ndihmuar sa do pak prindërit të rinj, pastaj pjesa e prindërve pak më me kohë, i din këto gjëra, jam e sigurt, ama okej. Shpresoj që ju ka vlerë secilit.